بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم لك الحمد على نعم الإسلام، لك الحمد على ما جعلتنا من أمة الخير الأنام. نحمدك اللهم على نعمك ونشكرك ولا نكفرك ما دمنا على قيد حياتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimet të sinqerta tonat janë vetëm për Allahun Jalla Jalaluhu wa Jalla Sha'nuhu, në kuptimin e falënderimeve me të cilat falënderime ai Dhul Jalal pajtohet. Përndryshe, pjesa tjetër e falënderimit mundet me i takua dhe njeriut si na, mirë po për atë falënderim posedojmë një fjalë në fjalorin ton, kurse për fjalën falënderim, pjesën që i takon Allahu Jalla Jalaluhu, në fjalorin ton s'kemi fjalë, e zaventsojmë me ta pra atë pjesë të falënderimeve me të cilët Allahun e falënderojmë. Ki falënderim kërkuj si takon veç Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Sha'nuhu. Me siguri se me sinqeritet të nivelit më të lartë e përshëndesim mësuesin e njerëzisë, zotriun e nderuar Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe atë këtë përshëndetje e kemi zakon të përhershëm, edhe kërkojmë prej xhamatit ton që sa herë ta ndëgjojnë këtë emër të thojnë me neve së bashku Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Vazhdon për ato që janë në xhami, vazhdon për ato që ndëgjojnë dersin ma vonë, se kur ta ndëgjojnë emrin Muhammed, salavatin ta përcjellin me atë që po e thot. Ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadith shumë herë i spjeguar, një herë ardhaj në dhomën e tij sallallahu alaihi wasallam, Aisha radhiyallahu ta'ala anha e kishte hub gjilponën. E kishte hub gjilponën natën me hyrjen e Muhammed Mustafas në dhomë, me dritën e tij që heste ai me ta, i nderuar prej Allahu Jalla Jalaluhu, e pa Aisha gjilponën. Tha ma hadha an-nuru ya Rasulallah. Tha çubo me këtë dritë madhe që të nderoj Zoti o i dërguar. Tha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në këtë rast, al-bakhilu man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Tha dorë mbledhës, dorë mbyllën, koprac, është ai që dëgjon emrin tem edhe nuk thot Allahumma salli ala Muhammad. Sa i përket asaj që ne për ta jemi kap javët e fundit në lidhje me hidhrimin i nderuar i xhamat, është temë, është deti në vete i cili prej ulemave don javë me radhë, është deti në vete i cili prej dietarëve don dita e xhumoja e muj me radhë, për shkak se kjo çadër e ka kaplu metin, kjo çadër e ka kaplu njerëzin, kjo ambrell është ambrella shenjtë të njerëzit e kësaj kohe, të njerëzit bashkohor. Njerëzit këta e din pjesë e jetës sot, hidhrimin e din pjesë e jetës. Ai është faktikisht pjesë e jetës. Ai në fakte është pjesë e jetës. Për shkak se na tham, ati ku duhet hidhrohesh si mos hidhrohesh si shenjeri. Pra qenë ka pjesë e jetës. E çka kemi për qëllim në gjithë këtë bisedë këtë javë në lidhje me këta? Kemi për qëllim që na jemi zotërit e ati. Ai është ati, po tjetë në këmbët e tona, tjetë i shkelun prej neve. Gjithë kjo sillet rreth këtyre dy fjalëve gjithsej. Të nderuar besimtar musliman,
me siguri se sot kemi pregadit vargun e argumenteve tona në lidhje me këtë temë. Në lidhje me këtë simptom i rrezikshëm në njerëzien, sidomos, ai ka qenë gjithmonë, sidomos në këto dita, sidomos në këtë kohë, sidomos tash të unë më vjen keq me përdorë 100 herë një fjalë se s'ka të bëje me ta, po e tham si qertë edhe unë në fundin e shekullit 20, kinse ai shekulli 20 kur përëndoje po bika shumë të mira ai 21. Unë me një des shumë herët pa ta thonë ndokët se shekulli 20 po maron me disa marri e më merë menja se me datën 1-1 të vitit 2000, datën 1-1 të vitit 2000, që ato marri kanë me vazhdu prapë. Pa, a dit kamera breshen, a dit kamera bor, a dit kamera rejt njeri, a dit kamera të altu do kush, hidrimi s'ka mu hek, gjelozia në shekullin 21, ka me mbet, hajnit kanë me mbet prap, të poshtrit kanë me qenë atet, me trahtar ka me qenë plot, unë se di qka po premtojnë të njerës, shekullin 20 po shkon, shekullin 21 po him, shka u bo? Kur gjo s'ka u bo? A ka mundësi me premtu elbet dikush se gjelozia do të premdoje? Jo. A ka mundësi me premtu dikush se gjakderda do të more fund? Jo. A ka mundësi me premtu dikush se nëse të njëshin e tane s'ka me u vjellë mo? Hajnia ka me premtu, s'ka shans, s'ka mundësi. Këto kejtë këtu kanë me mbe. Qka mundet pra me pru aj shekull? Mundet me pru kompjuterin edhe ma modern. Mundet me pru telefonin edhe ma modern. Mundet me pru kërën edhe ma modern. Po është një pikpytje. Shumë e modhe a do ta sjell njeriu në moderna jo? Se nuk e dim a do ta sjell ma modest, për atë shkak nuk e dim a do ta sjell ma modern. Se sa ma modest, sa ma modern. Sa ma i qet, sa ma modern. Sa ma i drejt, aq ma modern. Sa ma i arsjetuar, aq ma modern. Sa ma i arsimuar, aq ma modern. Sa ma i durushëm, aq ma modern. Këto a do të sjell shekulli, as do të sjell, unë tham jo, e tjertë nëse thojnë po edhe afrejnë argumentet binë se unë më njëherë jam gati me besu se ashe vërtet që po thojnë tjerët. Pra, po këtha me pa thamë. Sot një varg argumentesh i kemi pregadit në këtë ders modest tonin me dëshirë të flakt që njerëzve që bëhet pjesë e jetës edhe ta dinë se hidhrimi është pjesë faktike e njeriut, mirë pa i duhet mësojmë të hoxha se ate duhet shkelur me kamp në ditët apo në momentet e caktuara. Allahu Gjelle Gjelaluhu vë Gjelle Shanu në pyetjen që ja u bë hoxhës se Allahu Gjelle Gjelaluhu a i vetë si krijues a i dhrohet. Njeni në pyti kështu edhe u përgjigj para se të përgjigjemi ne. Tha ai nuk bën mu jedhnu. Se është Allah, ai nuk ngushtohet tha prej gjunave mia. Ai pse të jedhnohet, pra ai sa njeri. I nderuar i xhamat, hidhrimi është një cilësi prej cilësive të Rabbul Alaminit, është një cilësi prej cilësive të krijuesit gjithësisë. Edhe ai hidhrohet. A ka argumente se Allahu Gjelle Gjelalu i dhrohet edhe aj? A ka argumente? Ka argumente në Kurani Kerim, në hadisin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, si kurse qka ka argumente se Allahu gëzohet. Ka argumente që Allahu gëzohet, në të njëjtën kohë ka argumente që Allahu i dhrohet. Pa, unë kam dëshirë që gjematit tem t'i afroj sot prej të dive nga një, mas paku. Se Allahu i dhrohet edhe gëzohet. Ka thonë Kurani Kerim, wa idh qala, wa idh qamu, wa idh të mfalli, wa idh kultum ja Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid, fad'u lana rabbak, yukhrij lana mimma tunbitu al-ardu min baqliha, wa kithaiha, wa thumiha, wa adasiha, wa basaliha, قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالله القرآن الكريم يو يهود او بني إسرائيل او يهود يو يثبت بغمار التام موسى عليه السلام po mujmë me duruna për një sofër që zbriti Allahu me ushqime prej gjenneti, po na duken pak kjo sofër,
Pra lutet i Allahun tanë që të na japë me ngronë prej ative punëve që i ban toka, e ato që i ban toka jahuditit se kanë disa vetë. Thanë, ket, hutër, ades, burgull, pamuk, kasravet, salat, çka mos piqitive gjonave të baqeve tona, po kemi qef të hanë. Musa a.s. nuk shkoj me fol me Allahun gjëlle gjelalu e gjëlle shalu për këtë qeshtje shumë të letë, po tha dilnin qytet, se pazari i gjelbët në këtë vesh që tash, a ras me praz, edhe të vedhëm 1 miliard 20 denga, 20 roj, edhe pa vjedh 3 miliard 20 roj, nuk ka shumë dalimi madhë. Cëllin du në bleni si më s'keni haramin frikë. Si më s'doni me u korrigju cëllin edhe njona dhe qetra lirë për shkak se toka bereqet kësaj dunjohë prodhon shumë njeriu si të rije si për asaj. Tha në pazar dil për ata, a dhahit shkoj prej qile bi për kepë për pras e asaj që kalbën toka. Ta shko tha hani. Allahu gjelle gjelaluhu për gjithë tha. Fabau bi ghadabin min Allah. Kur lipët që t'ju zbras një sofër prej qili, janë pruna e pat edhe e shijut ata para jush praz. Edhe kep apo hutër apo urdhoni në pazar ka tha wa fabau bi ghadabin min Allah tha e meritun jahudit hidhrimin apo jëllë ka Allahu gjelle gjelalu po jëllë ka qëshjo tha meritun jëllnimin ka thonë Kurani Kerim gajril maghdubi alejhim i hadina sirat al-mustaqim sirat al-ledhine në amta alejhim gajril maghdubi alejhim zot inderuar zot i madhruar në jap rrugën e drejt bana të kam ngullër në rrugën e drejt mos në banë si ata që ti në to i e i hidhruar e këto janë jahudit e pse i hidhruar jahudit pra qka kanë bo ata pse i hidhruar jahudit falemma jaahum ma arafu kafaru bih thanë po vjen një pengamer prej neve dhe të vene koha ka te vrati po thot kështu tha jahudit te vrati po thot se koha e pengamerit fundit ka ardh edhe po vjen prej neve kanu yastaftihun ala alladhina amanu wa ala alladhina kafaru aidan folshin me ata arabët që i bajshin gurve dhe druve i badet ju thojshin po vjen edhe po vjen i joni kur ardhi qerve ardh prej të arabët fa falamma jaahum ma arafu kafaru bih falanatullahi ala al-kafirin kur ai që e njifshin edhe folshin për ta erdh prej qerve e njifshin shumë mirë ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum tha Allahu e njifshin më mirë se gjemtë vet po kështu tha një mushrik atij shoqit vet tha e njeh Muhamedin se është pejgamber tha po tha unë e di që Allahu po i fol prej qilla atij tha më mirë se gjalin tem tha po pse po e lidh me këta që e njeh më mirë se gjalin tan tha që po i fol Allahu atij prej qillës 7 tha jam i bindur tha a wala adri ma taf'alu an-nisa tha unë nuk e di çka bojnë gratë më sheftas këta se di tha çka bojnë gratë më sheftas tha nuk e di ama Muhamedi tha e di që janë pejgamber po i noti çka më bën falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi kur ardha i që e njefshin i banën kufër mirë ai që thot po vjen një pejgamber dhe unë e di që po vjen edhe as i fundit mas atij mos ka e kur të vene pse sa vllavijem pse s'u bë vllavijem pejgamber edhe ai joti sa është pra kia meriton me u idhnu Allahun ta mu për këta tha Allahu gjelle gjelaluhu e kanë merituar idhrimin tem për krishterët tha ola dallin mos mban o zot lutemi na edhe si ata që e kanë humb rrugën nuk tha jam i hidhruar në to tha po si ata që e kanë humb rrugën e tash pra pse Allahu e dalloi jahudit i hidhruar krishterët e kanë humb rrugën pse i dalloi kështu tha mos u ban merak shumë ai që e ka humb rrugën te ato të hidhnum del më së mos e lodh krijen shumë se më së mbrami takohen me një sokak pse ti i humbra pak po do këta a ke humb në qytet 20 milion deri herë ku se din gjuhën, si din rrugës, si din adresat, nuk e din isharetët, nuk e njeh kërkan. A ke humb me pas se sa është punë rrezil, sa është punë e rrezikshme ajo. E çka të ndodh aty kur të humbësh pra? Aty të vën shpirti mund më e hunës. Po me humb deti me anien tonë natën. Allahu xhalla xhelaluhu në suratul Nur në gjuzin 18 qartë në ka kallzu neve se si shka ndodh me humb deti tha më në fundin e ajetit po e theki tha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur
Tha ati që si kam sjell afër unë dritë me gjetë rrugën e vetë, ai ka mbet pa dritë. Ai ka mbet pa rrugë. Mu për këta, tha Allahu Gjelle Gjelaluhu ju musliman, o ju besimtar, po lexoni bashkë një ajet me mua në Kurani Kerim, tha inna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, tha kjo është rruga jeme e drejta, ndjekne. Kjo është rruga Allahut e drejta, ndjekne këta. E një pjesë duni me lanë për të ndjek rrugën e Allahut si donaj, një pjesë kësa jetë, një mangësi du të alini mangut. Ajo është tema për të cilën e emi kap, ajo është tema e hidhrimit njeriut pa vend, ati ku se ka vendin. Faduribet alejhimu dhilla wal maskana. Në këtë pjesë të ajetit du mu këthi me dëshirë që gjemati jam të kenë kujdes se do ta zbërthaj me një fjalë një njeri që ishte jehudi, e tha. A i tha kështu, po i pys 1.700.000.000 musliman në botë. Kështu tha një jehudi, kam një pyetje. Po i pys muslimanët 1.700.000.000 në botë. 1.700.000.000. Allahu i ative muslimanëve në Kuranin e ative ka thonë, fa duribet alejhimu dhilla wal maskana. Fa Allahu jura muslimanëve, temsil, jura muslimanëve me shuplakën, alegorikisht po e tham, me shuplakën e mposhtjeve dhe nënshmimit. Jahudive të mfalni, jahudive. Për jahudit, tha Allahu Gjelle Gjelalu, i kam mposht, tha, edhe i kam nënshmu. Kështu tha, mas saj punë sofrës, i kam mposht edhe i kam nënshmu. Tha ki jahudi, po i pis muslimanët, gjithë ka janë botë. Që tash momentalisht që shjemi, kusha i posht edhe i nënshmum? A na ato, muslimanët? Kështu folin jehudi. Thash momentalisht, kusha posht? Kusha i nënshmum tash? A na jahudit që Allahu i muslimanëve për neve në Kur'an ka thonë, a muslimanët vetë? Jo, tha, tash momentalisht, kusha posht? Një gjohë nuk është posht, islami sa është posht? E posht kusha pra? Posht janë muslimanët. Ashe vërtet që janë muslimanët posht. E shka banën pra ato që janë posht? Shka ju ndodhi ative? Ju ndodhi ajo që s'kishte, ajo që s'bante me ju ndodhi. Ato ishin të rritë si një pemë e re drejt, e tash po rritën të lakum, tash po rritën shtremt, e nëse rritën shtremt nuk mërin në kubën e qiellit. A gje ku duhet nuk mërin, nëse rritën shtremt nuk mërin të qëllimi. Kjo ju ndodhi muslimanve. Ata e lejuen që të rritën shtremt. Lejuen që të rritën shtremt. Ata lejuen që jabangjia, ata lejuen që jabangjia të hinë shtëpi, t'jav dridh shtëpin, t'jav kontrolon izbën e ative, t'jav kontrolon podrumin e ative, t'jav kontrolon vendet më të fshefta sekrete, që sejt cila shpi në bot ka të drejta minimale spaku, që një vend në shtëpin e vetë taket ku se prek kurkush përveç domaqini shpijës. E pse ndodhi kjo? Pse po ndodhi kjo? Po ndodhi gjitha këndët e botës. Po ndodhë masë shumë të paratese njën i vla për me usulmu, po ndihmot anë miku i ati me vla unë qëtër të ati. Mu për ketë po ndodhë. Njoni e ka tokën, qëtëri po e lion bazën. Prej u borit njonit po sulmuot vla unë qëtër. E dim na dhe jemi shumë të vetëdishëm se kjo plët njerëzve s'ju konvenon kjo bisid. Mirë po e vërteta thuhet edhe atëherë kur tjetë e idhët. Spaku prej gojës ulemave të islamit. Mos shkoni larg, se edhe këtu është po ajo e njëjta fotografi. Edhe këtu është po ajo e njëjta fotografi, vetëm se pak më e zvogluar. Pak më e zvogluar. Edhe këtu shfryzohet vllau për sulmin e vllaut tjetër, prej palës tret. Sulmohet, hatta sulmohet, po duket se është vranët mbi te, mirë pa aja është e vërtet se sulmohet. Pika rjedh. A ka mundësi me dit pika rjedh? Rjedh pika ajo se unë thamë. Qatë vlau i im që e ka në mik, unë qatë e kam mik. Prej kësa rjedh. Kur gjonë që të sen? Qatë që vlau i jem se donë, qatë i unë i ngulli kom, qatë e me dashtë. Atëherë pra, kur mos pit hoxën, as mos e pit imamin tanë,
As mos e pyet vajzin tan, neve shka na gjet muslimanëve. Ne herë më pari pyet, na jemi musliman. Pyet këta se sa është turp me pyet, a jemi na musliman ajo? Nuk ka është turp. Unë e di që i plot ulema në këtë fjali, në këtë pyetje timën kanë kundër, edhe kanë shka me thonë ndoshta. Po unë tham këta dhe tham ball hapur, para se të pyetësh shka na gjet neve muslimanëve pyet, na jemi musliman. Ka një libër bile një djetare ka shkujt hel nahnu muslimun, a jemi musliman, s'prish pun fare. A i korrigjojmë pra pak pun që mës dalmi prej gjamije me këtë pyetje e me dalë shumë tu. Dëmek gjemoti me pas drejta me thonë ato që ka tangojnë se na kem me falë gjumon e s'pedish me ala jemi musliman, a pa të mëhin në gjami kushi, gjami i muslimoni. E unë pra, kur po thonë ne, nuk i kam për qëllim vetëm ato shka janë në gjami. Se këtu nuk folet vetëm për ato shka janë në gjami. Këtu folet për ato shka thoi la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, edhe bilen ka ato në s'ka në gjami heq ndërtume. Edhe për ato folet. Folet për ato që njofin një zot, edhe s'janë taku me hoxën kurse edhe kësi ka në bot. Folet për atë grupën e njerëzve, për atë shoqërien në xhungullat e Kenijës, ku jetojnë edhe nuk din shkrim lexim, edhe nuk din gjuhë. A ke ni se ka kësi popull në botë sot? Nuk din me fol. E di që njerëzve tonë ju vend çudi, njerëzve tonë shtiket ma abet nesër, thonë lajaj hoxha. Mutlak afshijaj. Kishte në bota i pëm kalzej ke mua se gjuhë s'kishin, edhe gjerma s'kishin, shkronja s'kishin, edhe pëjetëshin, ama është interesant, Kurani Kerimin e knoj. E si dush me ulltu me i papra, dush me zdrip Sudan, e prej Sudanit, a gje ku anë Etiopia, a gje ku anë Mogadishu, a gje ku anë Addis Ababa, a gje dush me ulltu mrena në hapsin, mrenësit e Kenijës, deri me një vend shkon kari, të në dush me shku me aeroplan, me shgejl, me ushlu me një vend të ative, të një me rangrover, me shku të një shpellet e ative, ati janë ato. A shë vërtet se ati janë. Gjuhë s'kan, shkronja s'kan, kultur s'kan, shkoll s'kan, mësus s'kan, Kurani Kerimin e lezojnë. Ki libri jonë, ki kitabi me të cilin ne muslimant jemi të kapun, është mrekulli e veçant, është mugjize e veçant. Këta din me lezu, ato shkas din me lezu shenjat në rrugë. Këta din me lezu, ato shkas din me lezu zastekin e vijës 50 vete vaditaren me isprami ku i shijin e i dhënën. 150 vet jeton me një mur ku i shijin e vete i dhënën me një fjalë për një tamak të ministrit, bëhat rezil me ku i shijin, të në shkojnë qërë se ishin jedhënu di palë. Në këtë bot janë edhe këto, edhe në këtë bot janë edhe ato agje. Në këtë bot janë njerëzit të cilët harrojnë nderin. E harrojnë vllaznillëk i 1 vjeçar për një kur gjoheq, del puna se ishin jedhnu. E harrojnë nderin, e harrojnë bukën, e harrojnë gurbetin, e harrojnë mësimin me një bank, e harrojnë jetën, e harrojnë shmos për kur gjo, harrojnë shmos për asgjo. Në këtë bot janë këtë këto. Allahu Gjelle Gjelaluhu wa Gjelle Shanu në tha, nëse doni që ju t'jeni robët në registrin e robëve të mirë, duni këta të keni kujdes, të shkoni në medresën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ati të rëti qoni diftesat e ju për registrim, ati të mësoni në medresën e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, në medresën e Omar ibn al-Khattabit radiallahu ta'ala anhu, ishte idhnu një ditaj, ishte idhnu një dit Hazreti Umeri me Babakrin, di matë mirë të këti umeti që si pa mo bota, si ka pa me të vërtet, jo për lavdrata, jo komplimente, këto s'janë komplimente. Ebu Bakar edhe Omar mas këtive di bota mo nuk ka pa, se dia do të shofe, po 100% nuk ka pa, me zveti për punë fetare ishin njëllë një dit. Kishin dëgju se zotriu i nderuar Muhammed Mustafa ka thonë, e ki jedhnimin mes juve që po ndodhë 3 dite ka kufinin, kete kishin pas nërmen, po e zgatën, dulen maton 3 ditve. Reaguën gjithë sahabët e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tha ja Rasulallah, 3 ditë durum. Po i shofim që s'po folin me zveti. 3 ditë durum. Tash nisëm të durojmë mo. Tha me mor masa se halas po folin. I thirri të ditë nderuar i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Eni ka. Tha çka keni? Çka keni tha? Tha kur gjo ja Rasulallah. E tash ti, si kur gjo? Në 4 ditë kemi hi, s'po folni edhe s'keni kur gjo, diçka me juve e madhe sa në regull,
Than, as gjoja, Rasulullah, ashe vërtet që jemi dhënu. Ashe vërtet, të ditë, s'po folim, tha. Apo pse s'po folim? Folni pra, i keni mush 3 ditë, po folni, tha, jo, ja, Rasulullah, tha. Unë se kam njetë me i fol, tha, këti, e Babakrit hala. Deri kur, tha, se ki njetë, tërë të më foli, tha, a i pari, se po du që a i tjetë më i mirë se une t'jenë gjennet para mua. Tërë atëherë, tha, tërë t'ja japë shonsën se kam dëgju që ti ke thonë, i më i mirë asha i që fillon i pari. Tha, po du a i të filloj i pari, a i ta trokite derën e gjennetit para mua. Tha, se s'kam rejna kur gjota, ka kalu kejtë. Këto ishin ato zotrit, këto ishin mësus të njerëzijës. Një hoxh në Egjipt, ndoshta për juve ju ka rastin me ndëgju një kaset, një hoxh në Egjipt ka vdek, rahmetullahi alej, edhe ata si vjet ka vdek, Abdul Hamid Kushukqar ka qeni verbal mësi. Ne e njofim për njeri shumë konsiderushëm, kemi konsideratat e tona, ndaj ati marhumi radiallahu anhu, wa rahimahu wa sa'lehu fi kabri, Allahu vorin dritë edhe baqet gjeneti që pas bo. A i dha një kontribut shumë të madh në mësimin e generatave të sodit edhe ata që të vinë mas. A i vujti shumë. Po tregoj për një gjo shka vujti shumë interesant. Për një gjo vujti shumë. U burgos për një gjo, edhe a i tha se kur ma lexuan deklaratën që kishin dhonë njerëzit për muë në gjigjin e Egjiptit se shka po bajune prej të kshijave, tha që i kisha bo, edhe lipa të më tregojnë shka kam bëhune, tha kur ma lexuan deklaratën që kishin të na i thojnë një zjava këtu të na. Shqip. Kur ma lexuan, tha ata, tha gabimin që kisha bo, tha kishin shkrujt ki po folë në gjami për Hazreti Umeri. Se akon shumë i mirë, po thotë. Ki po thot në gjami, Omer ibn al-Khattabi akon i mirë, po folë për ata, pe lavdron ata. Në gjigjin e Egjiptit, në gjigjin e shtetit e Zherit, 960.000 studenta, një universitet. Në gjigjin e Egjiptit, universiteti e Zherit i ka 960.000 studenta, Universiteti Kairo 550.000, Universiteti Ain Shams 370.000, Universiteti Amerikan 49.000, edhe Universiteti Fisati 35.000 studenta. Ama ja kështu pra mësë që ditë. Kjo nuk është bazë muslimoni me marë këta me thonë, po ju pak po hekë shisha po hekën ato qerta, a gjebile shka po hekën. Po që ashtu ani me. Interesant, kur spjegojnë në kësi gjona, të një gjemoti kur gabojnë hala ma shumë, kur spjegojnë në kësi gjona gjemati ju në thujnë, hoxha politik po spjegojnë. Kjo sa politik? Hoxha, qështu se kësit dinës për abdesit të nasojnë politik, kejtë. Veç ne abdesin, spjegoj e guslin të imumin, Ramazanin, zekatin, haqin, lej këto din me një qëtërsen, më një arë thojnë gjemoti ju të arrot parasive. Thojnë politik. Kjo sa politik i ndëruar. Vlavijem, kjo është më largë prej politikës se toka prej qilës. Politika kejtë qëtërsen, e politika zatin gjamia e ka venina. Politika, këtu zbanë më morë me politikë, këtu duhet vetëm me qeshtje fetare, me derte islame duhet me umorë. Ja, edhe asë gjo qëtër. Politika në parlament, politika në gazet, politika në televizor. Atje ajo duhet luhet. A kur se këtu ne duhet mësojmë qeshtjet fetare, qeshtjen e dertit feaston edhe akhlakit edhe sjelljes asaj. Ja, tha, po folki për Hazreti Umerin, tha. Shumë gabim i madh. Për mua të ju tregoj një rast, si nxënës i një hoxhës. Unë kam shku të që ki hoxhë me ngu dërës në gjami si ju që ka keni arë me ngu muë kur kam qeni ri. Në gjami të ati kam shku me ngu gjumohën dërës. Unë tash për ndigjoj plot pun, që ka s'po i di se po bëhet mas shpine, jo, të më përmkeshet pak, për të t'ju thomë në këtë stil që shpo thomë. Ato njerëzit të na po thojshin mas shpinës të e më në spedi, po thojshin ki hoxha në slupçar, që ka s'pjegon në dërës, s'pedi në gjemoti se ki kusha, plasëm që s'pedi në gjemoti. Mirë, ato këshin plasë që gjemoti s'pedi. A unë tash po plasë që unë se kisha dit. E shka? Po kis, shi ashtë gjemoti s'pedi, interesant, shi. Hoxha e slupçari ta shi. Shi dhe me thonë, me zhabi Iranit. To është unë e nësë po marrëvash se për hoxhën e slupçarit njerëzi po thojshin se a shia, ashtë dërvish i Iranit ta. Me zhabin e Khumeinit e spjegon në gjami. E po tash t'i gjemot që që. Ne imi të folë për e jedhrimin. Nuk banë mu jedhru. Ashtë me realitet që s'banë mu jedhnu. Ashtë haram, duhet me shkull këta. Mirë po Shafiut i thanë, fe idha stughdibte felem të ghdab men ente.
Tha si ti plotsojnë kushtët mu jëllnua dhe si jëllnua s'kush i e tha anta himar. Tha je gomorat. Azave të fejës mu jëllnua. Edhe nuk jëllnua është tha shka i e tha je gomor. O burra, o vlazër. Po unë po ju tregoj për me qenë një njeri shii. Se ma thanë muë se ti nashtësie ma thanë. Po ti s'kur s'po thu që si je po i le njerëzit me mendu se i je. Kështu ma thanë. Ma thanë me një vend, me një kuvend burrave, jo ma thanë në soka, këtu ma abeti soka këtë zguzon me i asë në herë. Kur fare? Asi me zhlisëve të dhomave këtu zguzon me i mu fol. Po thanë ti nashtësie. Po ti kur haptas nuk po thu se si je, e po mendojmë qërë se i je. Do të po i le njerëzit në dilem. Unë po ju tregoj pra, se për me qenë shii, shka duhet me bo për me qenë shii, e gjemati jam shtikur të thomën e shka duhet me bo, e shofin ato mirë. I pari kusht për me qenë shii një hoxh, edhe me transmitu me zhebin e shiave, duhet me afut me sha e Babakrin drejt për drejti. A ka bo ki hoxha jo dënjarë këta? E dita punë merin me sha, tu dit këto mi sha ma mi sha fort, edhe me ju thonë juve se këto dis janë musliman. Ebu Bakri edhe Omeri janë musliman. Këta hoxha jo të ka thonë dënjarë runa zët, estakfirullah l'azim, runa zët prej kësaj, prej këti gabimi. Pra që sa vetë që ndëgjën të hërgjëtane, a ka thonë këtë fjallë dënjarë? Jo, se a i ke morti a erë, se a i këta dënjarë bani jo. E po qështu pra, që kaqë. Edhe këtë më falni, këto njerëz që po e folin këtë fjallë janë hoxhallar. Këto njerëz që po e thojshin këta në vendet posaçme janë hoxhallar. Shii. A shii. Për me qenë shii, prej kushteve duesh Aishës me i thonë lup. Se në komentet e shiave është Aisha radiallahu ta'ala anha lup. Ashtu e komentojnë ato. Ja këto njerëz pra sa dinka. Ja këto njerëz sa akhlak kanë. Ja këto njerëz sa fe. Ja këto me shka tranojnë kur më zgjojnë me shka me tranu që tërsen. Ja këto sa shtipin kur më zgjojnë që tërmjet me shka me shtip. Ta shtë une po duhet me thonë kështu. Po duhet me thonë, jo, gjëmatë jam, une jam sunni, une jam i sunnetit. Do me thonë, ti po duesh më uqu me vikatë, shtish ka të kam unë e babë, unë e ka në emnin Hasan. Unë diti e që e ki emnin Hasan, se po të një që 70 vetë. Asa vegjeli më uqu me ka dhut që e ki emnin a me ti i porri që 50 vetë. Asa turpa. Këto turbullina, këto fritet mykta, këto turbullina, po i sjelin ata njerëz të cilët nuk kanë fije apetit të mbrojtjes asaj që në këtë vend për të mbrojta. Ata që s'kanë dert me mbrojt, ate që duhet me ujit, ate që në këtë vend ujit duhet. Inderuar i xhamat. Këtë thash në formën e në formë transitive edhe kaluse, se kam këtu temën. Po me gjithë këta barabar, qaj hoxha jot edhe ti me ta, nëse nuk ke gatshmëri, këta me shkel edhe mos mu i dhru, prapë si e në regull. Me gjithë këta barabar, nëse nuk din mos mu i dhru edhe për i kësaj, edhe ti ki problem pra, s'ka mu i dhru. Po zare po dash ka me dit keq, ka po thojnë, se po thojnë ti s'po thu se s'jam, e tonë njerëzit po kujtojnë se i e. E që ta po thonë pra. Po thonë, qka ka me thonë që të stanë, qatë shka e diti, qka ka me thonë, ti e di shka jam une. E argument pra ku kanë, e di që kini qef pa dalë bijami me dit, ku kanë ato argument? Me thonë, shka ju kanë, ku kanë bo ato shibe? Po kur që odhë? Me mekër. Me mekër. A kini po, a ishfar mekër e ka, kini po? Po ju tregoj një gjallë dhe po kalojnë temën tonë me rallë, mës të humbi ko me boshmenet. E re në këtë islam, e re taze, pa mekra është, jo mekra. E re bidat taze, për me pasë si e në regull, është pa mekra. Në islam ato pa mekër, si janë në regull ato. Ato duhet me shku më përmirësu, ato shka se kanë mekra, jo ato shka e kanë. Se nuk kanë kjo taze, kjo është original e me urrujt e re. Me urrujt ka dalë ma vonë, kjo është original. Pra mos të shashtri se njerëzit me na mel kastravecën tavan, se kastravecën tavan nuk vonë, gjëmatin ndershëm.
Nuk bëhen pemë, nuk mellët mollat në taras. Ato mellën në tokë. Për ndryshe, në gjarjen e di vllazërive, s'ka gale. Na jemi këtu për herë, dhe një herë dalmi pak një kashore. Në gjarjen e di vllazërive, njën tavan, njën dishak, të gjithë e keni qartë edhe nime. Ai ish smu njoni. Ish smu pa qeni smut. Pejgamberi ka thonë, la ta maradu, fa ta maradu, fa ta mutu. Tha mos u bani pa qenë smut, se jeni smut, se tha u smuni bile u disni. Mos u ban pa qeni smut i smut. Njoni ishte boj smut mos pënoje. Ka rënë dishak. Qetri i mençur. Tha këti duhet mi kallëzu që shmerë vesh, hipin tavan. Po praptoj kem tavan sa me mujt. I vikati ki i smuti. Tha qka po ban tja gjenan, tha po shes në pazar kije. Tha ku ka pazar në tavan, tha si t'kete vlia, tha në dishak, tha dhe pazar në tavan ka. E vliaja ki i smugi, e vliaja ki. Tha si t'kete vlia në dishak, tha dhe në tavan ka pazar. I tregoj vlau se sa në regull me ti, quti se si e në regull, se kjo jotja sa original, ik pi kësaj, ik pi fantazijës, ik pi asaj shka s'ka bazë. Jahja alayhi salam tha Isës alayhi salam të dive Allahu Jalla Jalalu qoftë me to i pajtuar, tha eju shay'in ashad, tha ja Isa cëlla gjon në këtë din, në këtë jetë është më rrezikshme, çka mundet me të prek tije. I tha Isa alayhi salam, tha ghadabullah, nëse ke meritu tha idhrimin e Allahut, tha s'ka më rrezik për tije. I tha Jahja, ja Isa, se gjalteze e ka pas, tha ja Isa, tha po mirë, e kur venaj, edhe qka duhet me bo mës me ardhje dhënimi Allahut, tha qka duhet me bo, tha kur e meritoj pra unë ata, i tha gadib, tha si tjedhnosh, tha prej gjonave më të vështira që të prekin si tjedhnohet Allahun tije, tha po kur më venaj, tha si tjedhnosh ti, mos tjedhno për pak e për shumë, mos tjedhnosh, si tjedhnosh, tjedhnohet Allahun tije. Tha wa fima yunbit, kush e bin ata, idhnimin kush e bin, kush e ban me bin pitoke, me dal, tha janë disa elemente që nëse i posedon njeriu, a janë shati. Tha jam i tregon pra kush janë ato gjona, nëse i posedoj unë, tha idhnimi janë shati, pra bila i pimu e bona unë një njeri idhnushëm. Tha arzuhum, tha njënja prej këtive është ta mendje madhësia, nëse e posedon këtë cilësi idhnimin, ka çkojsh me vetë e kia. Tha wal hasad, nëse je xheloz, ta të vlon diçka mrenda. A idhnimi shka ishte vlimi i gjakut apo? Idhnimi ishte vlimi i gjakut. Kur të vloj gjaku, idhnosh. Kur jam të vlimi i gjakut, i kam një di fjalë për rinin edhe për gjithë xhamatin tem. Çish ngjan kjo kur të vloj gjaku? Çish ngjan? I nderuar i xhamat, kur idhnosh gjaku vlon është e vërtet. Mirë pa ai ku manifestohet me para ato qerp? Ku manifestohet? Nëse ti keni fërç, edhe një kont me ngjyrë, të kuqe, të bardhë, gjelbërt, kaltër, çka do koft, edhe don me mu një pjesë ngjyrës me një vend dikun ku manifestohet e shofin qerë të shtëpia jote, e kam fjalën. Mas miri ku manifestohet, mas shumti ku manifestohet, ku shifët më herët, me siguri se me vutja ata në qeremide, ndoshta pimante e për dikush e shef. Edhe në podrom, edhe ati s'ka shumë fajde, edhe në mur dobija me e vogël, ku manifestohet mas miri? Në dritare, në gjam, pak e prek në gjyrën e ke ati. Te njeriu ku manifestohet idhnimi më i pari? Në dritare. Ku e ka njeriu dritaren? E ka njeriu dritare ftirën e ati. Në përmet ftirës shka ka gjohi mrenda edhe del jashtë të njeriu. Shka ka gjohi? Likura e ftirës nuk është se likura e kamës, as që është se likura e shpinës, as si likura e barkut. Ajo është pjesë prej likurës njeriut më moderne, më precis, më bukura, më moderne ndërtuar prej Allahu Xhella Xhelalu, pse ati manifestohen gjonat. Kur vlon gjaku i jot, je i dhruar, edhe ai që në te je i dhruar është më i dobët se ti saritosh. Se atëherë gjaku prej jashtë himrena te ka zemra, se thu ti këta po e muj, po më ven marë. Ngjyra e marës është e verdhë. Kur je i dhruar mirë në atë që e di se me bo me lëviz shkosh në dajak, atëherë gjaku jot do mu boti ma i forë se sa je ven prej zemrës në në ftyrë,
edhe del ngjyrë kuqe në ftir, s'ke shka me bo, kuqe është bolla, ma shka mi bo. E kur jeni barabar, sa ti saj, njëherë njeri u s'kuqet, e ta një zverë dhe thuj, një qere i vike, një i shkojke të na thujnë. Një qere i vike, një i shkojke. Kjo është pëngjerja, dritarja, me manifestu se asaj qka ndodhë të njeri u. Edhe të smundit janë qështu. Kush ka me mëlqien problem, kush ka me mëlqien problem, doktorit shef dikun, ja të thot hapisit, unë si di rendin që po e din përgjithsi që isha, se pankariasi del, në dhamë mishdhomit, mëlqia del të gua problemi, njoni del ftir njënësi, e kështu me radhë manifestohet, do me thonë. Edhe idhnimi manifestohet në organizmin e njeriut. Tha, gjelozia. Ashtë si tjeshe gjeloz, jedhimin e ke daj, aj nuk të lëshon, aj rrit gjithmonë ati. Ka thonë një poet arab, shka është qeshtja me gjelozin? Ka thonë, mësë mërzit një fare, kështu ka thonë, mësë mërzit një fare, li wa min al kamali an tuhsadi, gjimësën e vargut ditune, wa min al kamali an tuhsadi. Ka thonë, është prej plotësimeve tua qertë me bo gjelozin tije. Mësë mërzit fare. Veç a ke tu se qertë për të bojnë gjelozi, do me thonë ti në mirje. Kush sa mirë? Gjelozi sa mirë. Po e thamë shumë herë në përdejë, se me qëllim po e thamë. Se i shkreti jedhnohet prej vetëve t'jut. Edhe prej derseve të kalume. Jedhnohet prej vetëve t'jut. E mundon ajo gjonë që i fare njeri unë s'mundut me mundu. Ja për shembol. E mundon dituria e filonit. E mundon pasuria e filonit. E mundon trimnia e filonit. E mundon dora e gjimertit. E mundon dora e gjimertit. E mundon drejtësia e filonit. E mundon durimi i filonit. I mundon. A i në të në onë të a i munduar. Gjelas. Ka thonë zëhuv me në mazia është faktor që të qënë mu i dhnu prej vetëve të jutë. Gjelozia që ashtu. O le ujbë. Pëlqimin e vetë vetën. Ashtë faktor pëlqimin vetë vetën. O el mizah. Hoka. Inderuar i gjemot. Këta në nënvizon e për djerësit sotit. Hajgarët, hoka. Mahit. Kush mahitet shumë, ja bjen punën qetrit mu idhnu. Ta një idhnohet edhe ki. Shumë mahi kalojnë idhnim për në të vërtet. Pra ka drejta mu mahit në islam, ama Rasulullah i vuni mahit dikushte. Tha me qenë hak edhe me qenë pak. Këto dikushte i vuni aj për me bo hoka njani me qetrin. Tha bani hoka, mahit nuk. Tha po mahia juv në tjetë dikushte ati nga të vete, e në tjetë hak edhe në tjetë pak. Qka do me thonë një tjetë hak? Ate që po ja thu vlau tanë për me bo një mahi me ta, a i në ta keta cilësi, në tjetë ajo e vërtet që e ka, e në ta bani, ta mos bani me ate që se ka. Edhe ajo me kusht në tjetë pak. Këta kësi mahi boni vetë a i Rasulullah s.a.s. I tha plakës, një gruës i tha në Medine, e zauju killedhi i fi ajnejhi bejad. Tha, a burriota në shaj që ka të barë nësia, kështu i tha një gruës. Tha, a burriota në shaj që ka të barë nësia, gruja, shka me bo? Me të nga, me të shpija dhe burrit vetë. O luftu, qelisit. A i qelisit, tha hapi si. I hapi a i burrit si, sa mu i kemi hap aq. Tha, qka ke, gruës i tha, qka i halakat, qka ke. Tha, më ka thoni i dërguari, se ti kenë si të barë. Tha, po kam, tha, me dis ta kam një gjotë zezë, tha rafasaj zezë, tha kam të barë. Mirë, tha të ka thonë. Tha, i mua, për këtë më ka thonë, po, tha, pas ka po hoka, po, dhe, tha, ka po hoka. Se i cili njeri ka në si pak të zezë, edhe pak të barë. Dojtë të burë, se më ka thonë, tha, ti ke, dhe me thonë hokë, po edhe ketë se ka përstrit shumë herë, e ka përstrit një herë. Thot, se një gruësi pas ka pas thonë një plakës, plakat s'hinë gjennet e pas ka mërzit plakën shumë. Disa prej djetarve thonë, kjo është e vërtet, se ka pas arsjeti mrapa, disa prej djetarve thonë, pejgamberi nuk e ka bo këta kur, se s'ka pas cilësi me mërzit njerëz. Plakës i pas ka thonë, plakat s'hinë gjennet. Ajo plaka tha e kush hipra. Mu kështu, janë do plakat sinqerta, tha e kush hipra në gjennet. Tha jo dhe, nuk hinde, plakat në gjennet. Tha kur t'hish në gjennet, tha ti je ere. Plakat s'hinë gjennet, dhe më thonë, ti hinë gjennet, ama si je plakat, hari je ere. Edhe hak, edhe pak. Wal hazl. Hajgarët e tepruara, mahia dhe hajgarja kanë shumë dallim janë për qetrës. Me u mahit është qetërsen, me bo hajgare është qetërsen.
O ta'yir në nshmim, me nënshmu qetrin. Për ta'yir, për nënshmim, kam një hadith Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam hemen për ka fundi i këtij dersi sot, e ka pas një sahabe emrin Abu Dharr. Ai një herë ishte më prej mat afërmëve të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mirë pa, më edukumi. Një herë gaboj. I tha një Bilal Habeshi, një muezinit njohur të gjithë muslimanët, tha jabna sauda, tha o biri nonës zez. Më një herë i tregoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, tha Abu Dharrin ka thonë kështu, e theri. Tha o ti i shpirtit, o ti i dashur i shpirtit tim. O ti më i edukuar i që të du ma shumë se gjithë. Tha ajertehu bi ummi. Tha në nshmove për nona. Tha inna kamron fike gjahilije. Tha ti je një njeri që gjahilijet i halas tu pas ka hek për i koke. Ska me në nshmu. Ska me në nshmu fare. Qita gjona që i ceka une, edhe nuk i ceka kejtë se e zoni po therë, ka një laqë, gjëmatin dërshë. Ka një laqë. Ka mundësi me u largu për i këtive. Mendje madhësien e shërojmë me qka? E shërojmë me modesti. Shëndrojmë në modest, ama duhet me ushtru. Duhet me ushtru modestien, së kur shka ushtrojmë sistemin muskulator. E ushtrojmë bëmi prej mendje madhi, modest. E ku bëmi, pra ku ushtrojmë? Në stadion 100% jo. As në klubin karate, 100% jo. Ku ushtrojmë? Ushtromi në atë klub që e ka emnin xhami edhe khutbe edhe vajz edhe Ramazan edhe agjerim edhe ders, vetëm agje ushtrojmë këto gjona. E ushtrojmë hajgarën me sinceritet, të bëmi të sinqert. Fjallën kur ta folmi në të ketë pesh. Për shkak se të na këtu ashe qartë, të na këtu në kam fjallën, jo të na këtu në xhami, të na këtu në dunjo. I ka radhit feja jonë, unë do t'i ceki tashtu, edhe po e krim këtë dersin e sotit, do t'i ceki disa gjona, kam besimin e shëndosh, se gjamati jonë, kështu 100% pa rezervë do t'i pëlqeje, sukur shka i merë qerat. Se, qish vend të e dhënimi? Se bejpët, shkaqët, qish vend të ati, pika njësët aj. Ka thonë kështu. El maridu, asra'u ghadaban min as-sahih. Tash unë do të përktaj dhe të spjegoj pak, e ju do të shifni se si kjo feja i ka studiu gjonat bukur. Ka thonë, i smuti jëdhnohet ma shpejt se i shnoshi. Kusha i smut? Jëdhnohet ma shpejt se a i shka i shnosh. Edhe ati shumë nuk duhet me ja të pru për me reaguaj. Qka u bo? Pse kështu? Thënë, pa a është i ngarku. A i ka veç probleme. E shka do me thonë ti, me shku do me thonë zjarit ati, me i fri edhe pak. E zjarit edhe pak si ti fri, shka banajt, ban ma shumë zjarë, ban ma shumë flak, ma shpejt kallë. Tha i smuti, jëdhnohet ma shpejt se i shëndoshi. Pra ki kujdes. Smutin, kemi kushtet shmugjet me ta. Tha wal mar'atu asra'u ghadaban min ar-rajul. Gruja, jëdhnohet ma shpejt se burri. Ashe vërtet. Gruja e lot, apo ki qef kur dilesh për gjumohe, të kalzoj dishka me shku të shpia, me kall kejt a gje, apo do? E disa let, e marru në me rati s'ka, të thomu në dishka, shti s'ka nevoj me shtin gjapit, se sa e modhe, ndorë që to e ma. Vesh pa shkon të shpia dhe e ban helaq kejt. Po ta mësoj një gjohë si të dush. Kur t'hish në derë shti të shpia, më njerë, kur t'hish për gjumohës, si të dush gjë me gjumohe me të bo kabull. Thu i gruës e shka ma ki vra hunën. Hiç ku qashtu vesh thuj qashtu. Ajo më njëherë nalët, edhe si dush me dit shka të thot ajo, edhe ata piktu për ta kalzoj. Ajo shka është gati me të thonë, shka ta ka rujt një gjohë që 20 vetë, qatë ta qëta ditë. Qështu mësë gjumohë më njëherë. Moti ta ka rujt një gjohë së natë ta thonë. Ato plasë, qishtë të bëjsh ti di shka ajo ta thoj, e vesh thuj, shka e kizë kuq hunën, ajo qatë para 20 vetë dhe ta qëta ti. Tha, el mar'atu asra'u ghadaban min ar-rajul. Gruja jëdhnohet më shpejt se burri. Në të kundërtën gruja me abo burrit që këta, ai burri nalet pak një herë. Çka ka kjo be? Kështu edhe keshët pak. Dallim kanë për njëri tjetrit pra. Was-sabiyyu asra'u ghadaban min ar-rajul al-kabir. Fëmia jëdhnohet më shpejt se i rrituri. Është realitet. Fëmijët veç pak me prek si kojtë, ta është qëtë talase ka qita ja gje, me ja prek radijin më njare,
Atra dijen kam rena, më nëherë jëllnot. Ja nisë me kajtaj më nëherë, fëmija jëllnot, ma shpejt se i modhi. Ka thonë, wa shejkhu dhaifu asra u ghadaben min el kehl. Plaku i shtim në vjet, jëllnot ma shpejt se 30 veçari. Ju qito një trasafa për para, mirë në këta për një me, se kjo për një me është, edhe na po ju shofim zati ka pak, se hasrata bo me ju fol. Ka thonë plaku, jëllnohet ma shpejt se a i shka i ka 30 veçar. Ka thonë pse kështu, pse jëllnohet ki ma shpejt, ki ka një problem të paduk, shumë ma prezente ka me vete. Qka ka aj? Te aj janë hargju, është hargju një pjesë e modhe e energjisë, është hargju një pjesë e modhe e qëndrimit, është hargju një pjesë e modhe e sistemit nervor. Edhe të aj shumë shpejt ndikon një fjalë, edhe me qenë ndoshta dë një herë në vend, aje merë ata për hidhrim, e duesh me pas pra ka thonë kujdes, mës me qenë ti faktor që plakun me idhnu, po me kontributi që ati t'ja bish ma raf shpak, se aj ka hargju për ti e shumë, aj ka investu për ti e shumë, e ti me fjalë të mira, ta stamajsh ata në atë binorin e qetsijës edhe të rahat lëkut ati në ditët e fundit. Ka thonë vëdhull khuluqi sejji asra u ghadaban min sahibil fadail, edhe sjellin e keqe kush e ka nash i madh, nash i vogël, nash i plak, nash i smut, hazar është bujëllnu. Kush e ka sjellin e keqe. Do me thonë do se një pajton kur qish. Këto elemente, inshallah me izin Allahu Gjelle Gjelalu, do të vazhdohen edhe do të komentohen në gjërë e gjatë në javën e arshme, inshallah ta'ala. Këto të fjalët e fundit ishin si bas e asaj që do të vjene. Duk e lusim Allahu në fundin e këtij dersi për kabulin e namazit xumas, ne e lusim Allahu në këta muj që jemi tash momentalisht, jemi në mujin Rajab, tash mas këtij muj Shaban, edhe po pritet me qef shumë të madh me në ardh. Ai nona e musafirëve, ai baba i musafirëve më të mëdhej muj Ramazanit, për pritim me qef prej shtjeve, për i pregaditemi me një apetit të veçant, inshallah Allahu Gjelle Gjelalu u këta di, edhe ata ne i bjen mare mirë, edhe inshallah ne jemi gati që ata me i prit sa ma mirë, me i përshëndet, me i badet, edhe me qenë fakt ato që ne të bomi të përmirësueshëm, ama një përmirësim të dukshëm inshallah. Me izin Allahu Gjelle Gjelalu, me siguri se gjithë ulemat e umetit janë të u pregadit në këto di muj për mujin më të madh. E lusim Allahu Gjelle Gjelalu na që kejtë umetit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam namazin e xumës kabul t'ja u ban. Ne lusim Allahun për sunnetet, për fazin, për vajibin, me na i pranu Zotit të gjithëve, në të njëjtën kohë fëmijët e tonë, me na i mbrojt prej çdo sherri. Ju faleminderit të gjithë njerëzve që u angazhuan, e kisha njët me thonë javën e kaluar. Gjithë njerëzve që u angazhuan për rikthimin e ujit xhamisë. E kam po e një obligim me ju faleminderu ative durve që u angazhuan se e prunin ujin prapë te xhamia. Këtu nuk ishte një punë e vogël, ishte një punë e madhe, edhe faleminderit për dillën e kaluam, për dillën që kaloi, për qetësinë që mbajtet atje ku u lut. Ajo loja me mesdi fshatrave vëllezër, edhe për atë keni një konsiderat, një faleminderim të veçantë nga kursia e xhamisë. Ju faleminderit edhe inshallah ashtu gjithmonë jemi qish na ka hije larg primitivizmit, larg asaj që Allahu se don, larg asaj që shkakton yllnim në temën e yllnimit timi. Allahu Gjelle Gjelaluhu na bëft prej ative që ai në to pajtohet. Lillahi al-Fatiha.